Mirëmbrëma, shikues të nderuar, jemi live në të 7 me emisionin Zonat. Jemi të ditë pas shënimit të pavarësisë. Pavarësia e Kosovës është arritja më e madhe politike shqiptarëve. Andaj, do të duhej që të ishte edhe një festë e tillë. Por sonte është edhe fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit dhe dita e dytë e kreshnave të besimit katolik. Pra, sonte do të flasim për mënyrën se si festojnë shqiptarët. Sonte në studion e Zonave kam të ftuar një mysafire nga Gjermania, e cila na e ka ndërruar studion e Zonave. Mirë se erdhe Daorsa. Faleminderit për festën, urime festa. Faleminderit, shumë urime edhe ty. Daorsa Hajdara është një prej figurave të nga diaspora më të famshme, edhe për podcastin e saj me motrën e saj Erzën, ku flasim për tema sociale, për tema të ndryshme, edhe për komunitetin shqiptar, por edhe për jetën e Gjermanisë në përgjithësi. Faleminderit shumë që je sonte në studion e Zonave. Sonte në studion e Zonave si për herë, Paulina Nushi në shtëpinë e saj, Era Berisha, mirë se vjen Era. Dhe ona ka bashkë mirë se na. Mirë se gjetë. Sigurisht sonte në studion e Zonave edhe Milend Vehluli, gazetari nga Gazeta Politika. Mirë se erdhe Milend. E në lidhje të drejtë për drejtë, më pas do ta kemi edhe deputeten Eman Rahmani për të diskutuar edhe për temën më të nxehtë të ditës së sotit në Kosovë. Por fillimisht do të ndalemi te tema qendrore e jona që do të flasim për pavarësinë e Kosovës, se çfarë shteti është Kosova. Ajo i mbushi 18 vjet, por cilat janë arritjet e saj. Era, si e shihni gjithë këtë periudhë të Kosovës shtet? Mendon që ka pasur progres? Mendon që kemi ecur përpara? Kemi ecur zakonisht shumë, kemi pas progres zakonisht shumë, normal kuptohet që ne jemi shtet i ri, kemi nevojë për shumë gjëra për t'i përmirësuar, por ku ndalemi kthehemi pak mbrapa në kohë, ne e shohim që jemi një vend që jemi kriju prej asgjëje, jemi kriju thuaj se ky vend është bo prej gjakut, duke i di se sa lufta është bën në Kosovë dhe tash jemi në një kohë kur qytetarët tanë më në fund po e gëzojnë lirimin edhe pse po përballemi me disa situata të cilat po zhvillohen disa padrejti ndaj luftës së UÇK-s të asaj kohe, por që unë mendoj që ne si Kosovë kemi bu gjëra jashtëzakonisht mira. Tash pavarësia e Kosovës është gjëja më e mirë e këtij vendi. Po ndalem pak se si e presin qytetarët e Kosovës pavarësinë e Kosovës. Kur vije pavarësia, kemi një larmit jashtëzakonisht madhe. Shohim qytetarë që për shembull disa e gëzojnë lirinë e këtij vendi, disa nuk u adin vlerën. Flas kur tham nuk u adin vlerën, i kemi gjeneratat e reja të cilat ndoshta që nuk e kanë bërë atku, nuk kanë informacione shumë për atë kohë, ndoshta është pak edhe faji jonë që nuk po informojmë sa duhet për atë periudhë, që me ditë më shumë vlerën e kësaj. Relativisht një gjenerat shumë e re. Por gjithë shikues që nuk e din, Era nuk e di, ai ka mbush 27. Po, unë jam gjenerat tamam me kohën e luftës së kam lind, por që ndoshta është meritë prindëve të mi që më kanë informuar shumë për atë kohë. Mendoj që nuk ka një arsye të fortë që them janë gjenerata të reja dhe nuk e din. Mendoj që duhet me ja mësu fëmijëve këto. Po, ama ka shumë të ri, shumë rrallë që kanë informacione shumë për luftën. Ndoshta që unë kam ndjej si obligim dhe kam pas pak edhe sikur imponim prej prindëve që gjithë kohës më kanë folur për atë periudhë se çfarë sakrifice e madhe është bënë në fillimin e karrierës same, kam bërë gjithmonë të merr me atë kohë, domethënë të marr për informacione të luftës, për humbjet, për masakrat, për dhimbjet që janë shkaktuar për këtë vend. Edhe kur vije 17 shkurti, unë shoh një larmi jashtëzakonisht të madhe në vendin tonë. Shoh në një pika të disa nana që edhe e gëzojnë, për një të kohë edhe përjetojnë dhimbje shumë të mëdha. Shoh disa veteranë të luftës cilët janë tepër të përmallueshëm për gjithë ata shokët që i kanë humbur në luftë. Shoh disa viktima të dhunës seksuale, ato që nuk e din a duhet me u gëzu për këtë diçë që ka ardhur, për një të kohë kanë përzierje të emocionesh jashtëzakonisht shumë. Edhe unë e them sot edhe gjithmonë ju them tash njerëzve që ne jemi shtet me mendje hapur kur flasim me as krenari për ata që kanë luftuar, për ata që kanë dhënë jetën, ne duhet me fol me të njëjtën krenari edhe për dhunën seksuale që ka ndodhur në atë kohë. Pse po ndalim këto është se sa herë vije kjo fest, unë shoh që gjithmonë përmendet vetëm ai kontribut, edhe duhet me u përmend, po sikur ne flasim me shumë krenari për ushtarët tonë, edhe për ata që kanë dhënë jetën, po të njëjtën kohë ndjejmë një lloj turpi për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës që kanë përjetuar. Edhe pikërisht këtu po ndalem sepse ne duhet me përqafu të dyjat, sepse nuk ka qenë turp, nuk ka ndodhur asgjë me dëshirën e tyre dhe për mua të dy
të dyja palët janë heronjë të këtij vendi, sepse është forcë jashtëzakonisht e madhe pas atyre traumave me vazhdu, me jetu jetën, me kriju familjen edhe mos me u ndalë në jetë. A ditën e shpallës pavarësisht ajo? E mbaj mend, e di që kam qenë e vogël, kam qenë dikon në 9 vjetë, kur është shpallë pavarësia e Kosovës, por unë kur edhe sa vite po bohen tash, nuk e di që ka pas në familjen tonë gëzimat masë sa momentin që shpallë pavarësia e Kosovës. Ne në familjen tonë ndoshta kemi pas progrese shumë të mëdha në jetë, ka pas lindjet fëmijëve, ka pas darës, ma ka ardhur Bajrami, ka ardhur festa të ndryshme, po kur asnjëra nuk përjetohet sikur dita e pavarësisë, sepse kur ne shpallëm me shtet i lirë, kur ne dim se do të marrim frymë lirshëm vendin tonë, kur e dim që jemi lirë me realizu ëndrat e tona, unë mendoj që liria është gjaja më e shenjtë e një popullit, edhe për këtë që ne duhet me kanë jashtëzakonisht mirënjohës natë e ditë atyre që kanë dhënë jetën për këtë vend, edhe për këtë e ndjejmë sikur një lloj obligime gjithmonë që ne duhet të jemi qytetar shumë të denj, edhe me përmbush misionin e atyre që ndoshta shumë prej tyre edhe kanë lënë në gjysmë. Milen, era Poli pak për sa të lumtur, sa të gëzuar, për arritjet më të mëdha të Kosovës, mirë po, është Kosova shteti që e kemi menduar që do të jetë? Vetë arritja e themelimit të shtetit është arritje e madhe për shqiptarët e Kosovës. Ndërsa nëse analizojmë nga potenciali që e kena ndru na, ose le të themi kështu, dëshirat që kena pas kanë qenë absolutisht tepër të mëdha për zhvillim ekonomik, për shtetës së drejtës, për luftë kundër korrupsionit dhe kështu me radhë. Ne këto lami, për shirë dhe arsimin, ne qalojmë. Ne sot kemi 90.000 familje të cënushme nga varfria. Janë në Kosovë dikon 353.000 familje, ndërsa 90.000 janë të cënushme nga varfria. 25% e njerëzve janë në situatë financiare që shtetit duhet me subvencionu faturat. Përfshirë faturat e energjisë elektrike dhe asistencë sociale kështu me radhë. Janë mira familje që jetojnë për ditë me asistencë sociale. Absolutisht unë e di që një gjendje të tillë mund të jetë edhe në rajon, edhe është edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ka edhe familje në Gjermani që jetojnë me asistencë sociale, meqense kena nga Gjermania. Bigjitha, mendoj që rrëfimi ynë kryesor është që ne kemi arritur me kriju shtetin e Kosovës. Ne sot e kemi një ushtri e cila funksionon, e cila ka me filluar prodhimin e armatimit, janë 10 ushtarë që kanë vdekë duke bartur armatimin për UÇK në vitin 98-99, ndërsa ne sot prodhojmë armatim, kemi me fillu me prodhu armatim në Kosovë. Por na çka mendoj që qalojmë është në një rrëfim të madh kolektiv për luftën tonë edhe për krejt sakrificat gjatë një shekulli pushtimit të Serbisë. Për shembull, ne sot nuk e kemi ende një muze të luftës ose le të themi kështu të kryenngritjes tonë për pavarësi. Nëse vjen një i huaj nga jashtë, ku mundesh me qu për me marrë informacione për 1444 fëmijë të vrarë në luftë. Ne kemi vetëm një monument që i kushtohet fëmijëve të vrarësh për Lotrim Ahmeti në Skënderaj, dhe kena vetëm një monument që kushtohet 20.000 grave të dhënuara. Monumenti Heroinat që është në Prishtinë, nuk e ki asnjë monument tjetër për viktimat civile që janë shumica absolute e të vrarëve në luftën e Kosovës. Milind, a mendon që shteti i Kosovës më shumë është përqendruar që të bëjë statuja të herojve, statuja të ndryshme, por asnjëherë të mos flas për viktimat? Pse mendon që është hesht pak kjo temë? Është lënë në hije? Sepse ju dhan. Po absolutisht, na do të me pranojmë një gjë, na kemi qenë popull i viktimizuar, kemi qenë popull viktim, dhe si tillë ka ardhur dhe intervenimi i NATO-s. Absolutisht na nuk do të me mohu edhe luftën çlirimtare tonë, edhe kryengritjen e shqiptarëve, edhe UÇK-n e kështu me radhë, edhe vitet 90-ta me Ibrahim Rugovën në sistemin paralel. Këtë krejt janë konë në një narracion për çlirimin e Kosovës, por në fund të ditës me në vitin 1998 dhe 99 jemi konë popull viktim. Dhe ky duhet të jetë rrëfimi ynë global, që ne afërsisht 800.000 njerëz kanë ikë brenda disa muajve si pasojë e gjenocidit që është ushtruar mbi ne. Janë 20.000 gra të dhunuara, janë 1400 fëmijë të vrarë, janë mira martir të vrarë po ashtu. Edhe kjo është rrëfimi ynë, edhe mendoj që edhe sot çka fitojnë shqiptarët në perëndim përmes filmave të ndryshme është rrëfimi për gratë e Krushës. Pra kjo është rrëfimi që ju flet njerëzve globalisht. Jo rrëfimi triumfator për luftën e kështu me radhë. Ai ekziston, duhet më mësu për brenda, por rrëfimi ynë kryesor për botën duhet të jetë rrëfimi i një popullit që ka qenë viktim. Sepse viktima kemi qenë. Kemi qenë realisht viktim. Paulina,
Nga kjo ndarje, kështu që të flasim më shumë për herojnë, flasim për një shtet, për një arritje, mendon që Kosova është e shteti që e kemi dashur? Që kemi ndru, që kemi festu për to, që kemi gëzu e kur është shpallë pavarësia, a ka arrit me naj përmbush pritje tona? Jo, fatkesisht jo, por në anën tjetër kthehemi dhe mendojmë a jemi më mirë se që kemi qenë, a jemi aty ku ndoshta kemi thonë urojmë që të bëhet, që të vi liria, të largohet okupatori dhe të kemi mundësin që dhe të lëvizim lirshëm, sepse sot hajde po kthehemi prapa dhe po e shohim që Kosovën e ka njohur 10 shtete, rrjedhimisht është vulosur pavarësia e Kosovës, në anën tjetër e kemi edhe liberalizimin e vizave, ne tashmë mund të udhtojmë drejt vendeve të ndryshme, pa pritur në radhë të gjata në ambasada, që ka qenë një torturë e madhe për qytetarët e Kosovës, dhe ndoshta zonë po du me u kthy pak të kjo pjesa e pavarësisë, edhe të pjesa e dokumentimit dhe ndoshta vlerave të luftës që ne duhemi me i përmend pak më shpesh. Më kujtohet në përvjetorin e parë të pavarësisë së Kosovës, kujdestarja në klasë e nisi ligjëratën apo klasën mësimin me fjalët tha tashmë Kosova po bën hapat e parë sepse ka mbushur një vit, duke aluduar me faktin që edhe fëmijët në vitin e parë të jetës fillojnë me i bë hapat e parë. E sot unë ndoshta po e ndërlidhim me atë që Kosova tashmë e ka fituar pavarësinë e saj në kuptimin e plotë të fjalës, sepse ka mbushur 18 vjet. Sigurisht se nuk mjafton. Ne sigurisht se duhet bëjmë shumë më shumë, fatkesisht po na ik një pjesë e të rinjve të cilët unë besoj se kishin me kontribu. Na kanë ikur dhe po vazhdojnë të na ikur. Paulinë si po ndërpresh, aty pas statistikat prej vitit 2014 deri në vitin 2025, flitet që në mes 350.000-400.000 njerëz nga Kosova e kanë praktikisht Kosovën, që kanë shkuar të punojnë dhe të jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian ose diku tjetër. Sigurisht, duke kërkuar një jetë më të mirë dhe ne nuk mund t'i fajsojmë ata personalisht. Në anën tjetër mendoj që institucionalisht e duhemi me uzru nga gjumi, pastaj kemi me diskutuar edhe këtë pjesën e institucioneve. Po du me ndalë vishte një shembull konkret. Unë kam pas rastin, nderin dhe knacin të takoj personalisht, ta shoh dhe ta prek fizikisht një njeri që i ka dhënë Kosovës shumë, në betejën e Kosharës, Shpëtim Agusholli, një djalë prej Pejës, ka mbet invalid, por ju nuk e shihni asnjëherë në media shpëtimin, ju asnjëherë nuk e keni parë ta ketë dhënë një intervistë shpëtimi, asnjëherë nuk keni dëgjuar të ketë fol një fjalë të vetë me shpëtimi për atë se çfarë ka dhënë për Kosovën, dhe kur e kam telefonuar së fundmi për një intervistë, duke e thënë kështu me modestinë më të madhe, duke e lutur që ta intervistoj, sepse do e kisha ndjerë dhe knacin që ta kisha një ekskluzivitet të tillë, më tha, nëse i duhet Kosovës, do i dalë tonë këtë përsëri për para. Por tha, nuk do flas për atë se çka ka bërë për vendin tim, ja ka dhënë këmbët Kosovës, shëtitet rrugëve të Pejës dhe ka një respekt jashtëzakonshëm me karrocën që ai çdo ditë sigurisht e ka në funksion për me lëviz. Kështu që unë prej këtu kisha desh me dërgu një respekt shumë të madh për djemt që i kemi humb, por edhe për ata që jetojnë me dinjitet dhe le të themi uniformen e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës me të vërtet e mbajnë me krenarinë më të madhe, një respekt shumë të madh për shpëtimin dhe shokët e tij. Besoj që e gjithë kjo luftë që është bërë edhe kretë kjo që ka po bëjmë në sot, edhe zoni që po e ngritim sot, edhe zoni grave që po dëgjohet sot nuk është dëgju, është merite atyre të cilët kanë shku me dhënë jetën, disa prej të cilëve janë kthy invalid, disa të tjerë të cilët ndoshta e kanë dhënë jetën në total. Përndryshe kishim me qenë në okupimin e serbëve, e kjo kish me na shtyp 3 fish, 5 fish, 10 fish, 100 fish më shumë. Ana, e radio është diçka shumë shkurt? Po. Nësë shumë bashkëfort, veç du na me bo një përmbledhje me u rikthy pak të një hinde. Jo, ata e fjallë pas edhe mund dëshmu, se duhet t'i dëgjoj edhe onën. Së shumë interesante dhe duhet me patjetër me dëgju. Daorsën. Jo, po duanën me dëgju ty pastaj në fund të Daorsën, sepse të them kështu atë përshtypje në fundit për një vajzë të jeton në Gjermani, po ta dëgjojmë nga perspektiva e diasporës. Kështu pra, ishte që kjo është qëllimshme që e lash për fund. Që nga shpallja e pavarësisë, do më thonë Kosovës më 17 shkurt 2008, na kemi pas ndryshime. Disa kanë qenë pozitive, disa shumë sfiduse. Mbi 100 shtete për shembull e kanë pranuar Kosovën si shtet i pavarur, një ndërta Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është fuqi botnore. Ushtria e Kosovës është krijuar në 2018, edhe mendoj që kena sa në shumë të mira që i kena arrit,
por a janë më të mirat jo, nuk janë, gjithmonë ka mirë e më mirë, na si popull jena popull mbijetus, edhe mendoj që gjatë na ka shku që kjo kohë, sa që jena mësu me pak, edhe nuk po di me kërku ma shumë. Nas po dim me kërku të institucionet tona që ka është mirë për neve. Nuk po dim, për shembull e ki pa që në protest për rrym, a ki pa sa pak veta ka ndalë. Edhe kritikën japi edhe vetit. O dashtë edhe unë me dalë, edhe pëse si më konë këto, po still, prapë se prapë o dashtë me dalë. Mendoj që nuk jemi të vedishëm, nuk kemi një uri, kemi harru historinë, që është një ndër gjana më të këqija, nështë ta që mundet me ndodhë një populli, sepse ajo që ka harruat përsëritet, edhe shpresoj që njerëzit du të me kuptu sa rëndësishme është me ditë historinë tonë dhe si popull. Mos me harru, më konë t'informume dhe mi informu që gjeneratën e re, qka është rëndësishme dhe mos me i ardhë marrë bre që i e shqiptarë, mos me të ardhë marrë me mbrojt njërin tënë, mos me të ardhë marrë me mbrojt qka është e jotja. E të na, unë e kom pa dhe si e vogël, adin, a se ti shumë patriote, a se ti, adin, po mëre, po du më kom patriote, po kom qef më kom patriote, po du me dit pikajt jam, po du me dit qka ka hek njerës të mi për që une më kom sot e lirë. Edhe për një me, liria e ka një jeme në vlo, a përdin nuk mund është ti me më huq ato. Sorry, zonë. Nuk mund me më huq diçka që është e vërtet, që qëndrën. Liria ka shumë emra. UÇK. Liria ka emrin UÇK. Liria ka emër Ibrahim Rugova, Liria ka emër Viktima, Liria ka emër Koshari, Liria ka emër Reçak, Liria ka emër familja Jasari, Liria Ukshin Hoti, Liria ka emër Liria ka emër qindra gratë të përdhunume, të gjithë që përshin që kanë mashtë që Kosova të jetë e lirë sot. Mendoj që Liria është shumë lojshme dhe nga të gjithë, ka nga viktim, nga fëmijët të cilët... Para se që emër është ideal. Nga fëmijët të cilët e kanë braktisë Kosovën, e kanë shku Kosovën në kohë lufte, kanë ikë, kanë shku, kanë parë të periudhë një jetë keqe, për atë kosa kemi kalu. Kjo është një ndër problemet e migrimi, kryesori, edhe ekonomin që e kena do me thonë një gjendje shumë të keqe dhe arsyeja pse njerëzit ikin është kjo, sidomos rinia e sodit. Kështu që a kemi punë për me bu ma mirë, kena shumë punë, por shpresoj që populli jonë më qenë pak ma i vetëdijshëm edhe me ditë me kërku për ato që ai takon, sepse nuk din me kërku që ajo që ai takon edhe nuk pe kuptojnë sa fuqi kanë për me lyp që ato që ju takon. Në fakt, është për du me ndëllit këtë të kjo Liria ka emër, Liria e ka emrin edhe Ylka Domi, sepse vajza emi ka tashmë 9 vjetë, edhe më pyti kush është Ylka Domi, edhe u detyrova me i tregu se qka ka ndodhë me Ylka Domin, për shkak se në vazhdën e mësimeve që i kishin për hir të festës pavarësis, kishin mësuar për të gjitha ta fëmijët të cilët e kanë humbur jetën dhe ndër të tjera edhe për Ylka Domin edhe fillova me i tregu se të qysh një vajzë ka që e re dhe guximshme e ka marrë guximin me u përball me situatën që në atë kohë ka qenë e frikshme për gjithë e paramendoje për një 17 vjeçare të asaj kohe. Kështu që kur flasim për atë se kush e ka emrin e lirisë, ne nuk pja japim një personi, një individi, është e të gjitha atyre të cilët kanë bo shumë, kanë dhanë, popullit Kosovës, e grave, e burave, e djemve, e fmive, e martirve, e ushtarve, e gjitha atyre të cilët sot nuk janë e disa janë edhe jetojnë me pasojat apo le të themi plagët e luftës. Se të thonë erzakesht. Da ursa. Një vajzë nga Gjermania, e cila jeton në Gjermani, vepron atje, është eduku, është rrit, si e shef progresin e Kosovës nga pavarësia e deri në ditët e sotme? Në fakt, unë jam rritë Kosovë, dhe me thonë, kur është palë pavarësia më ka në Kosovë dhe kujtoja ditë edhe unë tepër emocionale, që që tha dhe era, kena pas dhe me thonë fesat ndryshme, ama sikur që a ditë kur mjetë si në konë qaq të emocionum, klumëtër, po edhe me përmend që gjyshi jam o konë një ndër deputetet që edhe kanë nënshkru, dhe me thonë një shumë krenar, ama dhe disha me thonë, më gjithë prap të era që shumë familjet që tonë që e kanë lanë Kosovën dhe kanë dasht një jetë ma të lumëtër me pas, dhe me thonë një më konë qaq, kanë pas qaq shumë pasoja për luftës që s'kanë ditë qysh më zgjedhë që ato dhe qysh më marrë me to, për qëta shumë familje edhe s'kan folë të shumë me fëmijët e vetë, vetë s'kan ditë qysh me folë për qatime dhe jamonu, që që tha dhe ona veç me mbjetu, qysh me kalu, qysh me vazhdu, qysh me ndërtua pet jetën tonë, dhe për qëta ndoshte, të më thonë, mendoj që generata jem në diaspor, ka gjavonja kena njësë më marrë, apet vetë me mësu historinë vetë, me rikëqyrë, me shiku që ka ndodhë, edhe për qëta mendoj që generata jonë tash
aq më shumë për njët edhe ma ofër me pavarësi, për shembull në shoqja jam janë ardhur ekstra për pavarësi, që ta është veç për me festu këto. Faleminderit. Para do viteve ndoshti ama jo, unë për shembull e kam pas familjen, domethënë që kanë luftuar gjithmonë për Kosovën, në UÇK, komandant UÇK-s e kështu. Përshtaj do shti më tregon Besa kujt je me shumë krenar. Shumë rëndësishme me ditë. Besa Adem dhe Smajl Hajdoraj. Kështu që dy emra dhe më të dritur. Ish komandanti UÇK-s. Një prej viteve 90, një prej intelektualëve që bashkëpunëtori i Ibrahim Lugovës, i vrarë pas luftës. Po, që është Smajl Hajdoraj, kështu që Besa ende i pa ndriçuar gasi atena, do të më përmend edhe këto. Sigurisht. Si që nuk është, jo rastisht është herza sonte, sepse... Daursa. Herza është përshëndesim, a gjeni Gjermani. Daursa. Ani Daursa, se dhe mund sa tam thirë. Mos tani, edhe mami i babi në ndrojnë emrat të ju. Si eshe sot Kosovën? Po, shoh që... Pas ka vite, 18 vite më vonë, si eshe, ka jetë për para? Mendoj që kena jetë shumë për para, edhe bile me krahasu me shtetet tjera, dhe më thonë, në qëtu 26 vjetë, 27 vjetë, mas luftës, mendoj që kena rritë shumë a shumë se do shtetet tjera, edhe edhe infrastrukturën, për shembull me krahasu me tjera vende në Ballkan, do shtë jena nivel njëjtë, po ata kanë pas shumë a shumë kohë me arrit që pikë, amo mendoj që shumë sena lotet më ndryshu, pa ato janë se nuk punojna për mendimin tem kolektivisht, si shtet. Mendoj që mendoj që kena shumë dojna shumë me arrit për shtetë dhe mujna se bile dhe jena një ndër shtetën duket që në Evropë i vetëmi që kena që vendin e parë me rini shumë, po, dhe me thonë kena... Mosha mësatare më e reja. Nëse nuk në lojnë krejt, nëse nuk ikin. Po, qaj që të është problemi, amo... Daursa, se të është më përziti, ndoshta nuk kemi me qenë, po për momentin... Po, amo mendoj që i kena, do me thonë, këtë atu për me arrit diçka, amo nuk po punojna bashkë, që atë është problemi, po. Qka më ndonë që është Kosova hala më mrapa që kishe pas qef me pa, tu ecë mirë në këtë aspekt, me ndryshu? Ka diçka specifike? Pika parë feminizme, jo seksizme, edhe mendoj se që shë tha dhe era, gjithmonë, kur folim për luftën, na gjithmonë ja epim, i përmenim gjithmonë veç burat, edhe është famdirët për së cilin që ka hupjetën e vetë për neve, amo shteti s'kish mbjetu, ose asë një fëmi ma sa ne mos ishë nga në gratë. Do të qemi një qëtëri patriarkale dhe duhet me acu këtë drejtim, me punu këtë drejtim? Mendoj që po, që për shembull, së gjysh jam u him borg, që ka majtë flamurin shqiptarve, po Kuqëzi, amo pas të gjyshën teme, me 5-6.000, kur s'kish mujtë me mbjetu maq adin, përshta mendoj që... Duhet bja u njohë me ritat edhe grave pa tjetër. Po, e aty mendoj që ka shumë sene, do më thonë, sigurimi juridik, edhe të shëndeti, do sene që të të më ndryshu për mi, edhe mi ngrej rini me nejt këtu, se na, do më thonë, kena rini të aman, po, suna me nejtu si s'kena perspektiv. Po, shumë e vërtet, në fakt, nëse e marrëshe Mirlindje përbandimi 800.000 njerë që e kanë shu Kosovën gjatë luftës, nëse nuk ka qenë 1 milion. Në dhënqëm në kam lërë për periudën e luftës. Dhe numri i madh i të këthyrëve në Kosovë... Ande janë 1600 njerës të zhdukun, që zditë ku janë. Ama numri i të këthyrëve në Kosovë njerë pas luftës ka qenë marramen si madh. Du më thonë, njerëzit kanë pas shpresë për këtë vend, kanë lumë pasunin në vend e tjera, veç për me shpresë për këtë vend, kanë pas dëshira në vetë. Mirë po, është edhe më shumë që ta shosh në 2014 deri në 2025 të flitet për rreth 400.000 njerëz që kanë praktikë Kosovën. Kjo tregon që edhe një të kurë si popull Kjo tregon që zhgënjimi i qytetarëve ka qenë i madh. A ka pas Kosova potencial më të madh? Patjetër që ka pas. A mendoj që janë kriju rend i gabuar institucione ekstraktive, e të ngjashme, ku i ka shërby vetëm grupeve të caktume, pastaj ndarja pa barabar, diskriminime të mëdha në punësim, qoftë në biznes, qoftë në arsimet. Mendoj që kemi ndjek shumë hapa të gabuar Erza dhe e kemi situatën sot ku e kemi këto. Era dhe... Po era tani pas erës. Po ndojnë, ma herët... Zamra. Ma herët Mirlindje tha që në Kosovë nuk ka shumë edhe muzej që ne mundemi me përfaqësu mënyrën më të mirë se ato që ka ndodhur realisht në Kosovë. Edhe unë thash nuk i flasim për to sepse mendoj që kosovarëve ju dhëmb ajo pjesë. Ju dhëmb sepse ndjejnë turp.
në rastet caktume. Për shembull, ne flasim për meshkuj me shumë krenari, po ata cilësojmë dhunimin e viktimave seksuale në luftë si tërp edhe për atë arsye nuk flasim. E mbaj mend një intervistë me Viola von Kramon, deputetën e Parlamentit Evropian, edhe ma pa thonë një fjalë kur nuk e harroj. Në atë moment nuk kam ditë shumë mirë me logjiku, po ma vonë e kom ditë saktë se çka ka dashur me thonë. Ka thonë, era në Kosovë shumë atë kollajshme e kanë me i fitu luftat me të tjerët, se sa me i fitu luftat me njëri tjetrin. Edhe në Kosovë ne e kemi fitu luftën me Serbinë. E dim NATO se gjitha këto. Por në Kosovë tash lufta tjetër ka fillu me njëri tjetrin. Sepse pa marrë parasysh, gjitha atyre dhimbjeve, humbjeve që janë bërë në këtë tokë, në këtë vend, ne për arsye që nuk kemi bërë progres në disa situatës caktume, që tash nuk kemi edhe shumë njerëz që e dojnë me zemër kombin tonë. Nuk është që kemi politikanë që e dojnë tokën edhe interesin e përgjithshëm të këtij vendi. Shumica nuk duat përgjithsoj, po një numër i madh i tyre, kur marrin karrikët, ata i shohin në arritjet të tyre personale, jo në arritjet të tyre të vendit. Pra, nuk kemi, këto lufta, tash më e madhe, na nuk kemi më probleme shumë të tjerë. Na problemin kryesor e kemi ne shqiptarët, kosovarët me njëri tjetrin, sepse na shumë alet e kemi me e përballu marrë dikush për jashtë me na menaxhu vendin tonë, se sa me pa dikon tonin duke e menaxhu. Tjetra është, ata që nxojnë karrikët atë, nuk punojnë në interesa për gjithë shoqëri, po vetëm se si me arrit vetë personalisht dhe me siguru disa arsye të tyre të caktuara. Pra, në Kosovë një luftë ka përfundu, një luftë tjetër ka fillu mes neve. Kjo ndoshta mundet me na dhimbt, po kjo është një realitet i cili neve nuk na lë me vazhdu përpara, sepse ne e kemi shumë të vështirë me përballu suksesin e tjetrit. 20 sekonda para se më lidh. Veç po du me u ndërlidh me ata se kjo e kujtoj një intervistë, edhe unë po du me kujtu që në momentin kur ish ambasadori amerikane e ka thonë atë fjalinë e famshme mos e punën, unë kam qenë para saj, edhe kam qenë duke e pyet veten a e dëgjova mirë se çfarë po thot. Edhe pastaj u ktheva ka kret kolegë tjerë, kamerman edhe gazetar, edhe thash, a tha për një me apo po më vojnë vesh. Do thotë është dhënë një mesazh në vitin 2014 nga Amerika për këtë shtet që vlen edhe sot. Mos e punën bre. Zom, unë mendoj që përdhënimi seksual që ka ndodhur në Kosovë, më shumë se për dobësinë e vetmbrojtjes së shqiptarëve, tregon për barbarinë e Serbisë, e cila ka shndruar trupin e gruas dhe burrit, sepse ka edhe burra të dhënuar në mjet lufte. Mendoj që nuk është turprim për shqiptarët e Kosovës, që tregon më shumë për palën tjetër. Jo, po ne kemi shumë vështirë me ne duhet me vërtet më shumë si shoqëri, është nuk zgjedh me u dhunu. Unë po du më ndal vetëm të çka fotografi. Kjo është Leotrem Ahmeti, martiri i luftës së Kosovës, i vrarë nga Serbia në masakrën e Rezallës, edhe ky tjetër është nipi i tij, i cili e puth agjën e tij në brancë. Unë mendoj që kjo është fotografia kryesore e luftës me cilën na duhet me u portretu. Edhe unë mendoj që për çdo periudhë të luftës na duhet me lexu rrëfimin e Shukria Ahmetit, që është nana e Lotrimit, e cila tregon mënyrën se si Lotrimi ka treguar që është plagosur dhe i ka mojtur zorrët dhe i ka thonë që don kam diçka në barkë, pastaj ka ndrru jetë. Unë mendoj që kjo është rrëfimi jon kryesor. Edhe na nuk do të më ikë edhe çsaj përballës me kalumën tonë, se çu kemi interpretuar kalumën tonë. Ball kena interpretu luftën tonë gojerile, absolutisht respekt, pafundësisht, doja jam vetë ka qenë luftëtar në Koshare. Besoj që kjo është rrëfimi kryesor. Po absolutisht që kjo është rrëfimi, gratë të dhënuara, burrat të dhënuar, njerëzit e vrarë. Absolutisht përzamja shqiptarëve me vull, djegja e xhamive, kishave, djegja e monumenteve kulturore, lidhja Prizrenit është djeg në kohën lufte, shumë çka tjetër, domosdoshmë shkatërru gjithçka. Janë 120.000 shtëpi të djeguna, janë qindra. Edhe ata të famshëm e ka bëu Volker, se përndryshe ishme në mirë. Prandaj po them, pse nuk flasim më shumë për Eçakun? E për të tjera, për masakrën e Qyshkut e kisha fjallën. Sepse për Eçakun po të thash, po flasim në janar, kemi një lloj vizite, madje ka fillu me u shku nerva familjarëve, edhe kjo ardhja e vizitave dhe bërja e të qenurit të respektueshëm vetëm në data të caktuara, sepse njerëzit janë lodhur. Ju kujtohet, ka qenë edhe
dikush tjetër që e ka pas një deklarat epike kur një politikan e vizitoj. Ishte ministri Kosovës. Epo. Na keni këshyrë, na keni... Probleme na keni këshyrë, shkojna me fakt marketing do kemi për sëri. Okej, u kthyen për të vazhduar me diskutimin, por pjesa e dytë është do të flasim për temën e cila ka ndezur sot në Kosovë. Një vendim i komunës së Prishtinës si drejtorisë së arsimit ka ngjallur gjithë debatin publik. Ka vendosur që ta përshtasin gjatë muajit Ramazanit pakës orarin në shkollave në mënyrë që stafi të shkollës, mësuesve dhe stafi tjetër përcjellës të kenë më të përshtatshme për ta arritur iftarin në shtëpitë e tyre. Por kjo nuk ka pëlqyer një numër të madh të komentuesve, të cilët e kanë hapur këtë temë. Unë do doja ta di nëse kemi deputetin Eman Rahmani në lidhje direkte. Mirëmbrëma zoti Rahmani. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë që u bët pjesë e emisionit Zana sonte. Faleminderit zoti ju për ftesën. E keni ndjekur gjithë ditën diskutimet, si e shihni tër këtë debat publik që u krijua? Unë siç e quajta sot me një videotimen e panevojshme, sepse mendoj që është në rregull që të përshtatet një orar çështje teknike për agjëruesit. Në fakt, rreth këtij procesit unë kam qenë, domethënë, i implikuar prej mëngjesit. Mirë po, vone kom kuptu që është bot tem dhe diskutim nacional. Unë sot mëngjes në ora 8 kom pas një takim me kryetarin përparim Rama, ku kojmë diskutu disa probleme kryesisht që janë në kodrën e trimave, rreth furnizimit me ujë të peshëm dhe mbeturinave. Si dhe i kom ofruar mbështetje për çështjen e buxhetit, si dhe unazës Prishtinës 2 projekte cilat po pengohen prej qeverisjes nivelin qendror. Fatmirësisht buxheti sot ka kalu në komision për buxhet dhe nuk ka kalu çështja e onazës së Prishtinës, që është një projekt shumë mjetik. Po gjatë diskutimeve që kemi pas me kryetarin Rama, domethënë tu i diskutu problematikat e Prishtinës edhe çka mundemi me kontribu për një jetë më praktike dhe me su jetën, angazhimin, punën gjithë qytetarin, gjithë sektor. Është diskutu edhe pjesa e orarit mësimit në shkollat e Prishtinës, për shkak që në shkollat e Prishtinës mësimi fillon në ora 8 mëngjesit dhe përfundon në ora 5:20 apo 17:20 minuta mbas dite. Dhe ka qenë një propozim i imi te kryetari i komunës së Prishtinës, nëse kemi mundësi praktike që me mundësu që orari mësimor me fillu në ora 7:30 dhe me përfundu të paktën në ora 17 ose 5 mbas dite. Kjo është diskutu me njëherë aty në takim ka thirrë drejtorin e arsimit dhe ka pyet nëse këto mundësi ekzistojnë pa ndiku në orarin e orëve të mësimit dhe pa ndiku asnjë çështje negative në mbarvajtjen e mësimit në gjitha shkollat e Prishtinës, dhe madje ka qenë edhe një diskutim që ky orar, fillimi i mësimit në ora 7:30 është shumë më praktik edhe sa i përket komunikacionit, për shkak që në ora 8 fillojnë punën gjitha institucionet dhe po e shohim komunikacionin si është në përgjithësi në Prishtinë. Kjo do t'ju mundson edhe prindve edhe gjithëve që fëmijët e tyre do t'i dërgojnë në shkollë, po dhe të kenë një qasje më të lehtë rreth komunikacionit, por natyrisht që do të ndikonte direkt tek mësimdhënësit që agjerojnë, por edhe që nuk agjerojnë, që në kohën e iftarit jenë në shtëpitë e tyre pa ndikuar në procesin mësimor. Është për habish përfaqja e islamofobisë kaq të madhe nga opinionist, individ, figura publike të caktuar, për shkak që këtu nuk ka të bëjë asgjë me ndryshim apo me ndonjë faktor i cili e tjetërson apo e pengon një proces mësimor të rregullt, madje kjo veç ja u lehtëson në praktik edhe në nxënësa, po edhe mësimdhënësa në përgjithësi. Zotin Rahmani, a është shkelje e kushtetutës ky vendim, sepse kështu e kanë cilësuar gjatë gjithë ditës, me që jemi një shtet laik? Absolutisht, kjo nuk ka të bëjë me shkeljet kushtetutës, absolutisht shumë qesharake, domethënë këto diskutime, këto kundërshtime vërtet edhe janë qesharake dhe janë shqetësuese, sepse
as nuk janë përmbajtësore, madje janë fyse për shumicën e qytetarëve që jetojnë edhe në Prishtinë edhe në Kosovë. Unë po ma bitin edhe me guximin moral, po flasë sepse ata kanë dalë edhe kundër familjarëve tyne, shtëpisë tyne, njerëzve që jetojnë me ta, për shkak që ne dim që në vendin tonë shumica janë besimit islam, mirë po kjo nuk ka të bëjë, domethënë nuk kompana i kundërshtim prej pjesëtarëve të feve tjera, kjo vjen kryesisht prej disa individëve që më shumë kanë formim ideologjik komunist se sa që kanë ai përmbajtje apo diçka. Absolutisht ne jemi vani me tolerancën më të madhe në botë, mundemi me thonë lirisht, bashkëtesë e cila respektohet edhe vlerësohet prej secilit prej nesh, edhe qasje t'illë, më shtetit qesharake, edhe më thonë e pak kuptim, sidomos më orë prej figurave publike, cilat i kemi pa edhe reagimet e tyre gjatë këtyre orëve të fundit. Zotë Remani, faleminderit shumë për kohën dhe lidhen direkte në emisionin Zonat. Nuk e di nëse po më dëgjon. Ju falenderoj shumë që ishit sonte pjesë e emisionin Zonat dhe për lidhen direkte dhe për gjitha këto që një datë me ne. Shumë faleminderit edhe juve, që fatë mirën. Faleminderit shumë. Se po isho reagimet Se besoj faleminderit ata që kom bisedu me zotin Përparim Rama për me e bu orarin pak ma herët se në orën 8 për shkaku i komunikacionit. Në fakt, për shkak edhe të komunikacionit, për shkak edhe që orarin në komunën e Prishtinës, jo, edhe në komunën e Prishtinës gjatë deri në ora 5:30, kështu që të kombinohen gjithat mos vonohet edhe për shkak të Ramazanit. Thjesht është për shtat komunikacionit. Po, Deviqa, para se me dalë të ndryshimi i orarit mësimor, mi thonë zotit Përparim Rama, një këshill tjetër, mendoj qysh me zgjedh problemin komunikacionit, para se me zgjedh problemin nuk ishte. E kohën Kena probleme tjera me ndryshu orarin mësimor. Po ndojnë atë deklarata e Amani që jam absolutisht kundër asaj çka e tha, sepse diskutimet që janë bën në opinionin publik nuk kanë të bëj as pak me islamofobi me cilën ai e ceki. Ne nuk po gjykojmë me aspekte emocionale, po gjykojmë në aspekte profesionale, sepse vendimet që këto vendime duhet me marrë mbi baza pedagogjike, nuk merren mbi baza fetare në asnjë institucion shkollor. Pra, nuk mundemi me marrë vendime sot për nesër. Nuk ndodh kjo askënd në botë, në asnjë shkollë në botë. Pra nuk ka të bëjë vetëm me tolerancë fetare. Pra Ramazanin e kemi ditë kres shumë ma herët e kemi ditë saktë se kur vjen. Nuk na kanë zonë pa prit sot për nesër, që me marrë të vendim tash përçona për shkëpet atë kundër vetëm për shkak të kohës së shkurt? Jo, apo je kundër për shkak të çdo vendimi e cila mundet me qenë në dëm të nxënësve tonë. Pse po mendon që është në dëm kjo? Po, a e kanë analizuar këtë pjesë? Jo, nuk është një muj shkolla. Nëse e ke pushime, as nuk prekët mësimi, as nuk prekët orët, nuk përshkëtohen. Vetëm po lëvizet, jo, edhe vetëm po lëvizet me kohën e nisjes. Që absolutisht, unë mendoj që koha e nisjes së shkollës dhe koha e mbarimit të shkollës nuk duhet të jetë as se 8 dhe 4, për shkak sepse është e tmerrshme me kalu afër secilit shkollë. Ama jo tema ama dhe një shkallë, po tash në komunikacionin do të thonë kemi më shkurt se ajo në fjalën po çdo reagime kur po flasim, shumica prej tyre po e marrin sikur ne jemi kundër fesë dhe ne jemi kundër këtyre ndryshimeve për iftar. Nuk mendoj, vetë një sekondë, vetëm pa kas islam vetë agjëroj vetë nuk është online, du të them që reagimet kanë qenë tipik për çështje fetare. S'kanë qenë për çështje që po reagon ti, sepse mund të jetë në dëm të fëmijëve. Kanë qenë nuk ne jemi shtetaj, nuk vazhdon të shkolla shumë pengu mënyra se si merren vendimet në Kosovë. Okej, është pak ndjerueshme. Ajo vendimet merren pa bazuar në mënyrë profesionale, vetëm në çështje komunikat absolutisht ndem të harrojnë të thotë të bëjë kjo. Çka po thua ti është okej. Mirë po, diskutimi publik nuk ka qenë kësot, sepse askush nuk ka thonë po dëmtojnë fëmijët. Ka thonë të mos ta fusim të fenë, ti përzi me fëmijë, me shkolla, jemi shtet lajek, nuk na duhen as pak këto gjëra fetare, mbajni larg shkollave, thuhet që kanë shku, ju kanë thonë fëmijëve, agjeroni, faluni, bëni këto. Nuk ka pas të bëjt ja gjëra. Ndoshta kam pak edhe drejt. Kam pak edhe drejt, sepse ne jo kanë drejt, është për çështje teknike. Çështje fetare do të sidomos në shkolla, ato ku mësojnë nxënësit do të më qenë shumë kujdesshëm në mënyrën se si bën ndryshimet, sepse në Kosovë e dim që ka alarmi të ndryshme të feve, edhe disa prej feve të tjera mundën me u prek. Edhe feja jonë që duhet me qenë shumë kujdesshëm. Pyetja është kjo era, a prekën fëmijët, a prekën
ikën fëmijët kur shkon vendos pemën e Krishtlindjeve dhe i thua val ta mbaroj pyetjen, dëgjom deri në fund. Kur i thua merr shkruaj një letër Santas dhe vendos se tek pema e Krishtlindjeve s'ta marrësh një dhuratë. A është edhe kjo shkelje? Vetëm një sekond. Kur i bëjmë krahasimet, domethënë është vetëm një sekond. Dallon një dekorim nëse ti e vendos diku. Është Krishtlindja. Është ideja. Është shumë e qartë. Dhe ne thash, merr një letër, shkruaja Santas, çka është Santa na e dim shumë mirë dhe festat e fund vitit në shkollë në shkolla, për vit të ri që do të bëjë vit i ri, por nuk e ndajnë për shërbim të Christmas. Në shumicën e shkollave në sekuloria i Christmas tree, apo ne pamës së Krishtlindjeve. Që censë ta zona e bën dashë një herë në shkollë, një ditë. E ju krit mujen. Atë mundesh me bën për shembull kur janë nis Ramazani, nëse don mi tregu fëmijëve, okay, nxënësave kemi fetë ndryshme, bëni një letër çka mendon çka sjell Ramazani, sjell këto të mira, këto të këqija, okay. Tjetër çka është ato që them për shembull ti, okay, shkruan Santës një letër, ama domethënë na krit mujen për ndryshojmë për veç për njërin fe, edhe nëse flasim për çështje teknike dhe dëmtohet orari i shkollës, dëmtohen fëmijët. Jo, kjo është në rregull, kjo është debat tjetër. Debati në Kosovë që u ndes sot ishte nuk kemi nevojë që t'ja bëjmë për Ramazan këtë çështje agjëruesve. E lidhshin me fen. Domethënë nuk ishte debati nëse po dëmtohen ose jo fëmijët, por ishte debati sepse po marrim, po fusim fen, po shkelim shtetin tonë nga ek. Nëse na shkelim shtetin tonë nga ek me Ramazanin, me Bajramin, na shkelim shtetin tonë nga ek edhe me Krishtlindjet. Kjo është paralela të cilën e tërhoqon. Jo se ajo është një ditë nëse flasim për çështje e humbjes mësimit, kjo është pasaj tim tjetër. Zon, kisha dish veç pak me ndëlitu. Unë mendoj që në objektet arsimore nuk ishtë dosht me ndëlidh fen me asnjërën apo as tjetrën fen, sepse tashti qenë kanë edhe kreshmet e katolikve, edhe tash janë disa zona atje për te Gjakovët që janë me shumicë katolike, ndështë edhe ata kanë me riron me në boni praktik të vetën të cilën kretë dregull të zërë. A moj ta përfundoj që s'pak, a po muzikë, por nuk e përfundova. E kemi diskutu këtu edhe bindjet tona fetare, edhe hapjen që na e kemi për te feve tjevara, që mendoj që nuk kemi nevoj me u përsërit. Por nëse ne duhet me pas konsiderat për mësimdhënësit të cilët po agjerojnë dhe duhet me pas konsiderat për prindrit të cilët i marim fëmijet dhe po agjerojnë, atër duhet me pas konsiderat edhe për mjekët të cilët janë në ndrimin e punët dhe po agjerojnë, duhet me u apërshtat edhe atyre orarin, edhe për ata të cilët punojnë për institucione tjera, hajde po i përshtatim oraret kreç, e jo po jem në zyrën e kryetarit, jam në zyrën e kryetarit, po e thirim drejtorin e DK-s, po mirë, po nuk po bëhet ashtu. Kjo nuk është për të gjitha ideja është për shkolla. A din kur është problemi? Problemi kur i detyrojnë nxënësit me marrë pjesë në aktivitete fetare, që atëherë është problem. Kur i favorizon vetëm një fe dhe i njëran tjerat është problem. Kjo krijon pabarazitë nxënësit. Tash na nuk duhet me pa që si nuk është ka i thotë kërkosh ti në gjina. Po ka i thot, po ta japin një mundësi, por me pas më të letë. Dhe më thonë kjo me kriju harmoni, por të gjitha ta që agjerojnë. Po nuk është të ja imponu kërkuj, në momentin që ja imponon dikujna, atër është gabim. Në momentin që ti i thu, qërë unë po ta shkërtoj ty ore nëse pushimin e kështu se ti duesh me gjinu, atër është gabim. Na, veç edhe diçka duhet me pas parasysh. Na duhet me pas... Dhe ju me ta vështirësu që mendoj që të gjitha fe duhet me kriju harmoni. Ana, kur flasim për agjerimi, është diçka shumë personale, mes me e Zotit dhe njerëzit kanë agjeru edhe në 40 gradë Celsius, edhe nuk e kanë dalë aktivitetin në tyre të punës, edhe e kanë kry iftarin aty ku janë dhe njërën si kanë qenë. Me bu ma mirë, na po kasi për me bu ma mirë të qka. Po pytja është kjo, nëse Bajrami bije në ditën e mërkur, atër pse na me nalë shkollën, se për ja hubëm një ditë fëmive? Zonë, gabim je, është pjesë e kalendarit të festave zyrtare të Republikët, tash duhet me heka? Jo, si pas teje, po flasim për ndryshimin e një praktike
të orarit mësimor për gjatë gjithë muajit. Ja u ka shkurtu pushimin fëmijëve. Ja u ka shkurtu pushimin fëmijëve. Shkollave pushimin. Për çka? Për çka ja u ka shkurtu? Na jemi popullë që bojnë pushim mas shumë të për këtë festat. Për këtë festat. Na i lidhim për shembull, nëse qëllojnë shtunën, edhe të honin e ki pushim. Kështu që, apo hupësimi. Tash para me ndo për krysh lindje të në Kosovë i ki 30 rand hinë në lidhë pushime. I ki këtë pushim. Tash nga mujin tjetër, ose në këtë mujë me lënd, i kemi pashkët. Shumë mirë. Ma vonë janë. Janë pashkët. Atër na nuk duhet me dhonë pushim as për pashkët. Jo, zon, jetu e deviju. Nuk kemi të e thonë, sepse ne po flasim për një shtet që i respekton me të vërtet të gjitha fetat dhe po, kemi festa zyrtare në kalendarin tonë, zyrtarë si shtet, për të gjitha fet duke i respektuar se cila. Kjo praktik na erdhi që tash, na erdhi që shta, kemi të për mirë dhe vishë një sekund. Kjo nuk është shumë i keqë. Vishë një sekund. Vishë ta përfundoj, se po mëjme, nuk po mëjme shprej, su shprej, alo. Nëse mëjme u shprej, mandi vazhdo pjesë, dhe me thonë. Jemi sot, po e dëgjojmë një praktik të rejtë, të cilën qyshe dëgjova nga Zoti Ramani, Zoti Ramani thot, ishim në zyrën e kryetarit, i thash kryetarit, e thiri drejtorin e DKO-s, dhe tha po bën, edhe po s'bën. Atër hajtë edhe një drejtori DKO-s, atje po e ben një praktik tjetër, edhe një tjetër, edhe po dalim edhe po mendojmë, qysh po i bim natë praktikat, qështu që, ulem zyre për kryetarin edhe po e bim një praktik tre. Kjo tjetër. Po mirë, që kjo për shka tjetër. Kjo për musha, oke, pajtora me ty, kjo është shka tjetër. Kjo është shka tjetër, pajtora me ty. Si mirë, Pa për që dinë, për këtë pjesë pajtona, por për shkollat, për mësimin, se më dhënë në Kosovë flitet për shumë rrallë dhe flitet për disa specifika të për veçanta. E para punës për rritje rrogash, kur protestojnë zbashku e mësimdhënësit, kjo e para. E dyta, kur ndodhë një skandal i madh, si për shembull Doracoku për çështjet seksale, ose ndonjë ligjërat për LGBTQ, ose në raste të tilla kur DK-ja vendos me ia vlerësu njerëzve agjërimin. Jetën, në fund të ditës jetën. Pra, veç këto raste skandalizohet publiku. Ata një pjesë janë kundër ligjërata për homoseksualet, një pjesë tjetër për me vlerësu njerëzve agjërimin, një pjesë tjetër është... Nuk kemi më rëkuzë me vlerësu njerëzve agjërimin, po mos ta njerëve, se vendimeve që shmirën të Pa jo tem tjetër, kjo tem tjetër. Po jo, sa është e njëjtë. Po jo, nuk është e njëjtë. Njëra që merr vendimet është vërtet gabim nëse thirrën ty telefonat dhe pipi kafe pe bura çdo vendim. Me ligjet Kosovë, po vendimi i mirë është, nuk është i keq, nuk është doni keq. DK-ja e organizon mësimin në shkolla. DK-ja është shtet veti për komunën e Prishtinës. Raste shumë të rralla mund me ndërhyjë Ministria e Arsimit kur ka ndonjë reorganizim të madh të shkollave, që ka ndodhur në Kamenis. Por ndryshe DK-ja i punson edhe mësimdhënësit. Edhe ndrrimet i organizon gjithçka tjetër. Edhe punës është shef për komunën e tij dhe mund me vendos gjëra të tilla. Nëse eventualisht do kush pretendon që kjo shkelje e kushtetutës, mund me u drejtu gjykatës kushtetuese. Ama unë mendoj që deri diku në pajtora me Zotin Ramani, ata që kanë reaguar sot, ma shumë e kanë një farë fantasmagorie që u ngjall frikë ndaj secilit rit fetar, posaçërisht musliman. Unë pata reagimi me lëndë të llojit edhe na duhet me vendos ka është më mirë për shkollë normal që ka krishterimi o më mirë. Pata reagimi edhe të llojit sot. Kështu që për çato shkolla nuk duhet të rritë fatë. Unë mendoj që na duhet me ndjek laicizmi liberal, ato që shpjegon edhe Charles Taylori. Na nuk duhet me qenë kundër praktikave fetare në publik. Ka feja ka përfunduar ka e sekularizmit që feja është vetëm në kisha e xhamia. Ka dhe në hapësirat publike ku ti mundesh me organizu festa fetare. E zbukuron qytetin për Krishtlindje, e zbukuron qytetin për Ramazan, e zbukuron bon organizime fetare ku ti legjeron për profetin Muhammed ose për Jezu Krishtin mi disë pëshishit. Edhe kërkush nuk ka thonë bre që veç për Ramazan në s'kena më bo për tjera, asë një deklarat nuk e tjilë, se nuk duhet me pa pozitive. Shteti duhet me kriju një tolerancë fetare ku fëmijët përkatësisë katolike me pru vezët e ngjyrosura në klasë. Me mësuaj muslimani, edhe ai që është
ndonjë nxënës 16 vjeçor që mund të jetë ateist, me mësu për praktikën fetare të katolikëve për Pashkun, pse i ngjyrosen ato. Edhe është një farë mësimi për rritit e njëri tjetrit edhe pasaj kështu fitohet të rënasa. Pyetja pasaj kush po mëson se Paulin ashtu. Bashkëpunët e thonë edhe se mendoj se bashkë që ky sen neve shqiptarëve na bashkon, se normal kur nuk na bën diferenca çfarë feje ke, se ma kryesorja kanë që jena një etni, e thonë që domethënë është ide shumë e mirë nëse për Ramazan krit muajin prapë bëjmë çto, atëherë kur është feja jote mësojmë për fejnë tonë, ti s'ma mush merë në mund si mësos tash pa tjetër ma gjëru edhe onë, thjesht po po ndajmë për voja. Të që shkojnë shpet, thëmë pse kena mësim ma pak, pse po agjerojnë tjertë, të më thonë ti ma shumë veç e zhvillon edhe të më thonë mentalitet. Da ursa vjen prej një vendit të bashkimit të Evropian që është Gjermania, unë vetë kam praktik nga Zvicra, me meq, me njerë që një, të cilët kur agjerojnë nga vendet të tyre punës, lirohen ma herët nga puna, për të shku të aty iftarin në Shqipe. Po, kjo është respekt ndaj çatij personi. Ministria e Arsimit në vend të tjera pas ka marrë vendin që do të pas pushim do të doktorin për shkak të shtetërimit judo-kristian. Do të më liru E shabatit shtunën për shkak të hebrejve, edhe djela për shkak të shkumjes në kishë. Unë mendoj që edhe e xhumaja prandaj do të më kanë pushim. Për gjithë njerëzit, njëjtë. Po nëse mendoj këtë sen. Ama pse pushon shtunën? Për shkak se ka qenë shabati. Po kjo është rregull, domethënë shtunë vdillave gjithë. Pse është rregull? Po pse? Pse është ky rregull? Për shkak të shtëtrimit judo-kristian. Mirë, po tash. Po vetë është krijuar në fit civile. Është krijuar në fit civile. Okej, ama feja është diçka mes me dhe Zotit, edhe pse pushon shtunën edhe dillën? Po pse, kjo është gjithë ka mbotë shtunë e dillën. Ti bën problem të shtunë. Jo, e prem të shtunë e dille, do të 3 ditë. Për shkak se bile shto thot, e përmenda pak më çfarë Taylori thot çto. Që të më pas pushim për muslimanët të premtave se kështu krijohet një hapësirë tolerancës që i përbashkon edhe muslimanët edhe katolikët edhe hebrejt. Unë mendoj që nëse do me bëj 3 ditë pushim, atëherë duhet 4 ditë tjera me punu më shumë. Jo, absolutisht jo. Për ekonominë, që kjo është kërkesë kapitaliste, me punu sa më shumë. Do të gjetë mirë me punu më shumë. Po më konë nga profitabil. Ta punu 4 ditë. Jo, po në Kosovë gjithmonë gjenden arsye të tjera. Po duhet të dëgjoj çfarë thonë. Ona se ta kena ndërpyer fjalën 200 herë. Jo, s'ka lidhje, unë i thash ato pjesë mia që deshta kryesorët më thon, po tash nëse him thellësisht. Mendoj që ka në reagim të prumpsat. Unë po mendoj po i fusni fen, me ishte lajek, nuk duhet që të preket kjo, nuk duhet të preket ajo. Nuk po e shoh as pak problem këtë pjesë. Unë në fakt pse nuk mundem na me pa diçka pozitive, bre nuk po kuptoj. Kur në momentin që ai nuk të ka thonë, kërkosh nuk të ka thonë ty që ti kime agjeru në shkolla, kime po rregulla, kime po çdo kime po ashtu, ti çat rregulla, jo, është shkelje. Në këtë moment atëherë na duhet me pas problem. Po në momentin që ty o ka ta japni mundësi për me ta lehtësu, o ka të respekton. Për ata të cilët agjerojnë. Unë mendoj që dhe administrata duhet me pas pak konsiderat për ata spaku që agjerojnë ose për pjesën tjetër. Për shembull, një prej shkeljeve më të mëdha që bëhet në administratën e shtetit Kosovës, qoftë në privat, qoftë në institucione publike, është lirimi i grave në orën 12, një natë para festave të ndryshme. Pjesa tjetër e burrë para Bajramit, a vitit të rria, kudo që tjetë. Me shumë më të edhe baklavën. Duhet më u liru edhe burrat. Pse duhet me nejtë burrat deri në fund të ditës? Nëse te e liron një pjesë të grave, duhet me liru pasaj edhe pjesën tjetër të stonë. Aty është problemi jo që ja dojnë të mirën grave, por kam i bo punë shpe, kam e la, kam e shqipë. Sigurisht, ato... Sepse gruja shihet me i kry punë të shpi. Që ata dhe burrat i lojnë punë, i gratë i lëshojnë. I qojnë të shpia. Kështë që kjo problem tjetër. Unë kom qenë student para 2-3 vite dhe 3 vjetë kom punu në konvikt, edhe menza për shkak shumë kërkesave të studentëve, tash halo vazhdon në njëjta traditë, e shërben syfyrin në kohën e duhur, edhe e shërben iftarin, në qendër studentëve, që është institucion publik. Që është institucion publik. Nëse i kundër, për shkollës për konë kundër të tonë. Shkollës o dita e mësimit për shkak se djejën konë krishtlindjet. A e kundër, me hub një ditë mësim. Ose Bajrami, ose Bajrami, ose Pashkët ortodokse. Po s'duhet me konë. Mirë, politinë shtetit pjesë, jo,
Jemi të folë për cilën praktik. Kush analizoj praktikën se sa e dëmshme është për fëmijët mirë? Me u atë vogël pushimi. Ku po e dini ju? Kush analizoj ora e mësimit I kam vetë njëjtë, pushimi I kam ju ka shkurtu. Kush zull qaj analizë me nga të regu neve që po, fëmija mundet me mbjetu shumë aljet ditën, me orën e mësimit të e ku po e dhejte, cilat analizaj bonet jo. Mu po më intereson që të zonës, sa ma pak që qënë fëmin në shkolla tona shumë a mirë. Mirë, se shkolla tona prodhojnë iniciativa. Nuk ja ke ullë orën e mësimit, por të pushimit. Duhet me vlerësu iniciativa për ndryshime të mira. Është e mirë, është e mirë, ajo çështje tjetër pastaj. A kanë marrë vendimin mirë ose në çfarë mënyre kanë marrë është çështje tjetër. Po në rregull, po jam të thuar doli një vendim është iniciativë e mirë, na duhet me pa nga ana e mirë ose nga ana negative. Tama veç po përgjigjesh çka po don. Shumë po të përgjigj në atë sakt. Kaloj, është dëmshme në aspektin që mundet me dëmtu fëmijët. Kaloj. A është problematik fetare, a nuk është problematik fetare? Kjo pyetja. Sepse kjo është debati. Tash lem ta foli. Hajde të tregoj këtë pjesë që presi komisë emisionin sekretar. Jam të ta bëj ç't pyetje. Jo, jetu ma po se të më lëm në fol. Po ti e kam dhënë të vendimin, nuk I kam marrë me problemin. Ti kam marrë me vendimin të cilën. Çu që kanë marrë vendimin? Përfundon tash. A problematik se është marrë për shkak të Ramazanit. Pikë. A e vazhdoj? Në çështën aspektin fetar, shtetin laik dhe cifen. A mo ju lutem? Faleminderit. Fillimisht unë mendoj që për me fol për fenë në shkolla duhet me ditë çka po fol për fenë në shkolla. Në një, se ka thonë mi shoqë. Në një, jo. Se o lëmbre ta përfundoj bre. Po leta ta përfundoj. Është shumë e qartë. Apo shkelet shteti laik, parimet e shtetit ton për shkak të Ramazanit. Kjo është pyetja. Nuk shkelet shteti laik për një praktik të tillë të cilën unë mendoj që e kanë bë leqë është e pamendume. Po është e pa mirë organizuar. Po. Jo. Është duke u gjykuar magjësisht, jo vetëm me emocione. Jo vesh për pjesën e organizimit. Po të më nói edhe një herë. Të reakcionet ajo po. Ozon, unë nuk jam kundër fesë, Ozon. Nuk jam kundër asnjë feje. Siç ato Unë jam në shkolla. Letë mësore. Që kanë marrë vendimin gabimisht dhe kanë marrë shpejt, okay, po pajtohemi që s'është ajo çështje tjetër. O përgjigja e saktë. Vesh një shkollë ka dalë për shkak të se tha është pamundësi për në organizu mirë mësimin që kërkon komuna. Ma vesh një shkollë ka dalë kundër. Po që bie argumenti I saj poshtë, do të thonë që s'është organizuar mirë. Do të thonë shkolla që po çka bie. Çka me aspak. Do të marrë imazhin drejt. Shikoj se ka shkolla. Shtatorti kanë lënë greva. Është vojna ai gojë. Jo, atë se mendimet janë ama mendimet, domethënë janë shumë të ngushta e Paulinës. Po që shumica mësimdhënët shkojnë në shkolla veç hajt për ajgara. Se po shihet cilësi arsimit, se ku po do këtu cilësi arsimit në Kosovë. Sakt. Në çka po nisësh për çelësimin e mësimit. Po një pjesë të madhe të fajit. Një pjesë të madhe të fajit e kanë edhe mësimdhënësit. Une e kemi cikë veç e zbatojnë kurrikulën që pjesë të madhe të fajit e kanë edhe mësimdhënësit. Pisa po tregon. Po ne mos bëni ajgore. Po na tregoni veç çdo mësimdhënës ka thënë kundër humbjes së mësimit prej grevave. Kam mësuese edhe disa përgatitur për me shkuar në shkollë. Mendoj që ky generalizimi I Paulinës është I gabuar. Jo, një pjesë pyetje më të mjaft Paulinës me kaq zell. A ke reagu në herë për rrogat aty në mësuesve çfarë kanë? Çfarë se kena diskutuar çfarë shumë. Po, madje unë kam status ku kam thonë çdo mësues meriton rrogën në atë kohë para 3-4 vite se paku 1000 euro. Se paku 1000 euro. Duhet me bë punë për me ja bë rrogën aty 1000 euro. Po, dhe mirë shumë. Jo më dalësh me fajsu mësues.
Jo, ka dalë. Emi vajtë të shkolla. Mënoj që metodat... Jeni tu bërës me të zilja që metodat pedagogike... Vinë javën e kalume, unë që tu kesh edhe ngrita lënë figurën e mësusit. Po shtani që në 20 euro për e thajtë. Ka dalë. Jo, se jeni tu m'akuzu pa drejtësisht për diçka të cilin vesh një javë ma herët, unë e kesh këtu dhe ngrita figurën e mësusit tem. Pytja është shumë e thjesht, Paulina, na kemi një debat në publik dhe ti po e këthen komplet, na e kuptum që mund tjetë të dëmshme, nuk është vendimi menduar mirë, mund të shkaktoj pasoja, e tjera. Kalojmë nga kjo temë, dalim në temën tjetër. A duhet feja me qenë shkolla? A duhet feja me qenë shkolla? është pyetje e qartë. Ajo më shumë e qartë në përgjigje. Për me qenë feja në shkolla, duhet me ditë me ligjeru për fejë në shkolla. Po flasim për organizime simbolike. Po flasim për një orar, po flasim për një përshtatshmëri. Unë të pyeta, a të pengon mbredhe dhe Christmas tree ku ja vu letra në shkru? E pse po pengon një orar në shkru për iftar? Jo, kjo, sepse. Apo islami s'po bëj gamë Ja, mos janë paje tjetër, zoni. Jo. Dalloni ditë me 30 ditë. Ja me ki. Nuk mundesh me bë krahasimin e njëjtë. Jo. Dalloni ditë me 30 ditë. Ama ja, zonë, veç pak. Dallon festa zyrtare, dallon muaj. Do të thonë një ditë, bën e 30 ditë bën e padrejtë. Ajo që është e dëmshme është si një ditë. Vesh një sekond, me lenë se duhet me ndërhyj. Jo. Vesh një sekond, se sikur e keni një gjykim vetëm një sekond. Nëse mendon që për një vetëm një sekond. Do të më pengu të dyja. Unë që asnjë nuk ka shkëlqyer. Po pengon historia religjioze do të mëson shkolla. Nëse ke vendosur merë 30 ditëve, çdo ditë ka 20 minuta, nuk e amrin të toshën një ditë që është fest që bëhet pushim komplet. Kështu që nëse po thuaj që humbet mësimi për 20 minuta, atëherë brenda një dite humbet shumë orë të mësimi sezoni 20 minuta. Sa let të prenojnë gjanat kur neve na konvenojnë. Do me tha kur mësimdhënësve tonë edhe sheti tonë i konvenojnë diçka se gjeni lloj ratje, me një herë pranon. Nuk po flas për ty, po flas për vendin, po flas për përgjithësi, po flas për ty. Jo, unë po flas për zonën, o po flas për mësimdhënësit. Mu vjen marrë nëse shkon në vende perëndimore dhe e sheh respektin. Qofta ati që agjeron, po hajtë përmend madh një shkollë në vendet perëndimore, me qenë se për zona, me qenë se për përmend këto vendet perëndimore. Vetëm një sekond, Lana ditë folën tash edhe neve pak. Me qenë se përmend këto vendet perëndimore, që kemi duar, se përmend një shkollë, vendet perëndimore që po marr ka kësi lloj kauza në muajin e Ramazanit. Një shkollë, veç një. Jo, po se po flet për vendet perëndimore. Nuk bëhet në asnjë vend, do të thonë në Kosovë, le të bëhet ai ndryshe, më së vetëm një sekond. Jo, ta përmendem mendimin tani më bën pyetje. Veç s'ka shkolla, unë nuk kam informacion që s'ka shkolla në Evropë që po shkodot orari. Nuk ka informacione që jo, në mënyrë individuale, ndoshta mundet të bëhen ndryshim për dikon. Në mënyrë të përgjithshme në institucionet nuk ka ndryshime. Po shaq se në pakis, çfarë shembull tash ka praktika të ndryshme në perëndim, po e di që tash nuk flasim për fen, po flasim edhe për aspektin e ndërgjegjës, sepse ka njerëz që besojnë në çështje jo fetare. Ka ateist, ka edhe agnostik, ka edhe teist, gjithçka tjetër, jo vetëm fe abrahamike. Për shembull, ka në shkollë të pyesin a han mishin e derrit ajo jo. Pyesin a han mishin nëse janë muslimane ose musliman, kanë me të shërbyer në shkollë produkte që nuk janë mish të derrit. Ose për shembull, nëse je vegetariane, kanë me të pyet në shkollë, nëse je vegetariane me ta ofru bukën që të shkon për shtatin me bijët tua të ndërgjegjës. Sepse për perëndimin edhe për shtetin laik, si çanet vegetarian, si çanet musliman është e njëjtë. I ka rregullat vegetariane edhe duhet me ofru ushqimin në shkollë në bazë të ose nuk e do glukozën, çfarë tjetër. Do të thonë sa bëjmë me fe kjo, ka bëjmë me çështje se pagun parë, për shembull menza, që i thonë anan kafeteri me hunger, ti po pagun parë për 7 vjet, na mon shkollë teme për shembull ku kanë 7 vite, veç mishdjerët ka pas me shit, edhe pse gjysa e shkollës i na ka musliman, se është shteti nuk është musliman. Nuk janë një shumë festa, nuk t'i vetë letrat, edhe më këthy të institucionet.
Çka marrë për shtëpia, mo me blenë në shkollë nuk punojë për shembull. Jo, me zonë kushten, po se po marrë për shembull parë një marrë me ushqimin, shkollë, foli për shkollë tërë për shembull. Një moment, nëse I ka harru parë më marrë me vetë. Nëse ka marrë për shembull ushqimin. Se ujtë me pjesë qëmsht. Edhe? Ujtë bëdë? është një jetë, asja sa ta, ti është ajo që është shqitët. Po, ama për shumë kërë që shqita... Ofron në lëshmërim të produktit. Po jo, nuk të unë thash për shamull, nëse renderi në ora 4 në shkollë, për shamull në Gjermani u kanë qështo, të kanë betë se prindëmi kanë pagu me netën e magat. Okej, atëherë në vesën dhe ma ofrujnë ushqimin. Ama më përgjithsi, për shkollë orar normal që këna pas vesh me shdirit. Unë nëse kom hangër, nëse kom arru ushqimin, shpes s'kom pas qka me blej. Çdo ditë ki pas me shdirit? Çdo ditë në shkollë kam pas me shdirit. Nuk është në Gjermani që shto 100%. Ka shumë festa dhe në për Christmas market, nuk janë njën që ka shumë musliman që vinë për shembull me vizitu që atë vend, veç këqyrin se nuk janë shtet musliman. Edhe desha më këthy të institucionet se era ka të mirë. Në fakt, në për kompani në Gjermanisë për shembull, ata që agjerojnë, ja u jepim 5 punta pushim, me shku me hongër, edhe pse nuk e kanë që atëherë pushimin për shembull, e kanë një orë pushim edhe leja punojnë deri në 7, në 6 është iftari, ja u jepin, ama nuk I dojnë me shku ma heri në shpet. Do më thonë, orën e pauzës, e zhvendosin në një orë tjetër. Jo, edhe ka, varet në qëfar kompania, edhe ja u farin do shtë ma shumë. Okej, do më thonë, e ka edhe një orë pauzës, pasaj e një orë me hongër shpet, ama këthet prap në punë. Edhe në shkollë, të na është për shembull për Krishtlindje. Se ka benzimit, të na lirohet krejt, do me thonë. Nuk lirohet për Krishtlindje që tha. Po thot me dalë në ora 5, vend se me dalë në ora 5:30. Se I bie fundi a bëhet kjo për shkolla, a këtë për puna tjera. Na po flasim për shkollas, po flasim për biznese, për këto të tjera. Barabart është për shembull që përmendet edhe Krishtlindje, okej, keni ditë lirë, një ditë të lirë, ama na kem bajramin. Për çata kem çaty një ditë lirë. Domethënë muslimanët s'ka nevojë me shku në shkollë nëse nuk dojnë. Ama një muaj nuk krahasohet me Krishtlindje një ditë. Një ditë në Gjermani. Ama një ditë, jo ama një ditë jemi të vojë për një ditë. Ty po dhim me 20 minuta. Jo, s'po dhim me asnjë pikë. Jo, zona në çfarë sepse na jemi kundër. Jo, se ju jeni këtu na shit në pozicion se na jemi kundër këtyre gjana. Në disa qytete në Gjermani, Berlin, Frankfurt ku ka më shumë shumicë, koncentrim më të madh muslimanëve, shërben domthonë edhe shkolla ushqim halal. Në kafeteri, po. A thash nëse pagun prindi, po, në vesen. Amo në orar normal, jo. Halal only school meals. Po, edhe është përjashtim, Edhe fillova me dyshun ato që kam lexuar, edhe më për shkak një rasti specifik të shkollës zonës. Unë jam rritë në shkollat që ju shkone. Përfundimisht, në përfundim të emisionit, një fjalë tonë të fundit, jo vetëm për temën e fundit, por përgjithësi edhe për Kosovën, edhe për shtetin e Kosovës, për të arriturat, edhe për temën e fundit, për çka do që ti dëshiron me thonë para publikut. Për temën e fundit sa them kur gjë, se shumë tema, ama për Kosovën kisha thënë që me të vërtetë jam shumë e lumtur, që ja kena arritur më poshtë të lirë dhe shpresoj që na shqiptarët zgjohemi prej gjumet edhe kuptojmë që na veç bashk, si shtet bashk, mujna me arrit diçka më shumë, edhe mujna me përparu venin atë dhe me punu ma shumë me që përpara atë dhe në tonë, edhe më pëlqen shumë që në diaspor shumë ma shumë evente po kako, po bashkuemi në atë Kosovës, edhe të me thonë pinim dyshysh dhimten që print tonë do shte s'ka mujtë kur me të regu se si jo mësu, e tash dyshysh për marim na qatë punë për ta. Edhe mendoj që edhe diaspora dhe na bashkë të mund të me një njëri tjetrit dhe me bashkëtu në pikë, po. Që shkemi fillu me ndoa pak diaspora këne Kosovë? Për shta, për thamë shala zgjohemi edhe bashkohemi, se në një etni edhe vesh me njëri tjetrin bashkë punojna. Faleminderit shumë. Paulina? Te kjo çështja e bashkimit, po du me ndërlidh me ato që ne kurse si me ndoa me diasporën, sepse jemi një familje që tashmë jeton në shtëpi të ndryshme, po në anën tjetër edhe këto ndasitë fetare nuk duhen me qenë asnjëherë pjesë e diskutimit në konotacion negativ në brenda shoqërisë tonë. Unë sot sigurisht se kam kontaktuar përsëri një person që është teolog, edhe I thash lutem tregom veçish një fjalë shkurt për mbledhja fjalën kompletisht parafrazoj. Lexoni faqen 184 dhe 188 të surës El Bekare edhe kuptoni se çish duhemi me usjell ne ndaj agjëruesit dhe çka duhet me bëj agjëruesi.
Amane afri shtetin ndaj? Unë nuk jem kundër asnjë vendimi që është më të mirë të përgjithshme shoqërisë tonë, po jam kundër atyre vendimeve që nuk merren ndoshta duke i mirë menduar dhe duke bazuar vetëm edhe në aspekte profesionale. Se ne si popull dimë gjiku më shumë në aspekte emocionale, edhe kjo ndoshta ka ngjallë edhe shumë reagime. Kështu që ka ndoshta koha që duhemi me u ndalë dhe me kçyr mi argumentu ato vendime sepse kështu argumentojmë edhe feve tjera edhe popullit pse është marrë ky vendim i caktuar. Kështu që këto duhet me bë Ministria e Arsimit këto vendime për çdo lloj feje vetëm pak më herët dhe m'ia qartësu njerëzve mirë pse qysh tek e jo në këtë lloj forme. Vetëm për temën e parë, na do me kuptu një gjatë që Kosova, çlirimi jonë është edhe vepër e diasporës. Shteti i Kosovës është edhe produkt i njerëzve të diasporës. Prej komiteteve ndryshme viteve 1910-20 deri në 1988-9 kur le të themi Sali Çekaj, Agim Ramadani, shumë të tjerë që kanë rrë pasaj dëshmon në Kosovë kanë rrë nga diaspora, edhe na nuk do m'jamu kur kontributin e diasporës për Kosovën. Ana? Ne po kërkojmë ndryshime, iniciativa që po i marrin njerëzit është shumë okej. Mënyra që janë bu, unë mendoj që hala jemi të mësu, edhe mendoj që ka hapësirë për përmirësime. Unë nuk pesho këto si anë negative, anë pozitive dhe hajde po buemi pak ma pozitiv, sepse çdo gjë e marrim si negative o kuku pse qysh tek. Mos ja nisim lufta kota pa pas kurrë, sepse është diçka që e lehtëson jetën, kështu që është okej. Por kisha më thonë që kur të kryet Ramazani, aman mendoni që shto edhe për mujt e tjerë jo veç për Ramazan, do më thonë në këtë institucionet e Kosovës për çdo gjë tjetër, jo vetëm për këtë. Tjetra është besimtarëve muslimanë, ju uroj agjërim të lehtë dhe inshallah Zoti ja pranon lutjet kaq. Amin, faleminderit. Daorsa faleminderit shumë nga Gjermania sonte kishte në studio në Zanave, ishte kënaqësi më të pas për herë të dytë në studio në Zanave dhe shpresoj që do të jesh përsëri me neve. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi veçantë. Gjithashtu. Faleminderit. Paulina, Era. E pagun me komat më së ndej. Ana dhe Mirlend, ju falenderoj shumë që ishit sonte pjesë e debatit dhe pjesë e emisionit. Ne do të shihemi javën tjetër, ju qëndroni sa më pozitiv, qëndroni sa më solidar, sa më të butë me njëri tjetrin, largoni fjalët e urrëties, largoni përçarjet, largoni ndasit sepse nuk i duhen askujt. Agjerim të lehtë dhe të pranuar e mundoni që të jeni sa më të qetë me njëri tjetrin. Natën e mirë dhe shihemi javën tjetër.